Klubi futbollit Arsimi nga Qegrani përgatitjet për pjesën e dytë të kampionatit i ka filluar që nga 3 janari. Ka zhvilluar 12 ditë përgatitje në Medulin të Kroacisë, ku ka zhvilluar edhe 4 ndeshje kontrolluese, ndërsa nga data 18 janar vijon përgatitja e fazës së fundit në terrenet e Gostivarit, ku këto ditë zhvilloi një ndeshje kontrolluese me Teteksin, të cilën e fitoi 4-1, ndërsa ndeshjen e fundit kontrolluese para fillimit të kampionatit e ka caktuar për ditën e diel me ekipin e Kozhufit të Gjevgjelis. Krahas përgatitjeve, Arsimi ka angazhuar edhe 4 përforcime si Hogan Ukpa, Remzi Faik Selmanin, Fahad Bajo dhe të fundit edhe Xhelil Abdullah, i cili ishte pjesë e Makedonia Gjorgje Petrov. Forcimi i ri nga dita e djeshme ka filluar zyrtarisht me punë tek skuadra e Arsimit. Shpresoj, siç edhe gjithë lojtarët të Arsimit dhe trenerin gati me gjithë njifem se kemi luajtur edhe më herët bashk. Ka një ekip, mendoj se shumë ekip mirë kanë cilësor, dhe besoj se edhe me përvojën time them që do jap edhe një plus motivim për gjysmën e sezonit dytë, dhe shpresoj që sa më lart të arrim në tabelë. Futbollisti me përvojë të madhe Xhelil Abdullah pritet të debuton me fanellën e Arsimit të dielën në ndeshjen kontrolluese kundër Kozhufit. Po besoj se do debutojmë, por tani pak edhe kam një pauzë gjatë, themi afër 2 muaj, dhe kemi biseduar edhe me trenerin sot që ka ngadal me stërvitje dhe me ndeshje. Besoj se do kem minutazh të vogël, po shpresoj se ngadal do përgatitemi dhe deri në kampionat besoj se do jem i gatshëm. Kujtojmë se pjesa pranverore e kampionatit në ligën e parë starton më datë 10 dhe 11 shkurt, ndërsa Arsimi është mysafir e Vardarit në Shkup.